dënim me burgim, secilit veç e veç, në kohë zgjati prej 2 vjet e 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij akgjykimi. Sot me datë 18/6/2025, në emër të popullit shpallën këtë akgjykim. Të akuzuarit Hajdin Hoxha, Nehat Haliti, Bajram Rexhepi dhe Ibrahim Miftari shpallën fajtor për shkak të veprës penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar narkotikëve, substanca psikotrope dhe analoge nga neni 273 paragrafi 2 e lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata, kuptim të neneve të Kodit Penal dhe të Kodit të Procedurës Penale, të njëjtit të gjykon. Dënim me burgim, secilit veç e veç, në kohë zgjati prej 2 vjet e 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij akgjykimi. Dënim me gjub, secilit veç e veç, në shumë prej 1500 euro, të cilën gjub janë të obliguar të paguajnë në afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së akgjykimit. Nëse të akuzuar nuk e paguajnë gjubin në afatin e caktuar, gjykata do të veprojë në bazë të nenit 46 të Kodit Penal, ashtu që dënimi me gjub mund t'ia zëvendësojë me dënim me burgim, ku një ditë burgim do të llogaritet me 20 euro gjub. Në dënimin e shqiptuar të akuzuarit, llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak, respektivisht. Të akuzuarit Hajdin Hoxha, koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 24/2/2014 deri me datën 1/12/2014 dhe nga data 8/1/2019 deri me datën 9/9/2019. Të akuzuarit Nehat Haliti, koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 1/12/2013 deri me datë 1/12/2014 dhe nga data 8/1/2019 deri me datë 9/9/2019. Të akuzuarit Bajram Rexhepi, koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 4/4/2014 deri me datën 1/12/2014 dhe nga data 8/1/2019 deri me datën 9/9/2019. Si dhe të akuzuarit Ibrahim Miftari, koha e kaluar në paraburgim nga data 1/12/2013 deri me datë 5/9/2014 dhe nga data 8/2019 deri me datë 9/9/2019. Konfiskohen sendet si në vijim, automjeti i markës Sharan me targa siç është specifikuar ngjyrë het metalike dhe libreza e qarkullimit me numër seri. Automjeti i markës Mercedes E220, automjeti i markës Favej Gaz 2 me targa të regjistrimit ngjyrë e bardhë. Po ashtu konfiskohet edhe substanca narkotike në sasi prej 23.277 kg, 23 kg e 277 gram e sekustruar nga të akuzuarit në siç është specifikuar në dispozitiv. Urdhërohet Policia e Kosovës që këtë substancë ta shkatërrojë në përputhje me procedurat standarde ligjore në fuqi. Urdhërohet Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruara apo të konfiskuar që pas plotfuqishmërisë së këtij akgjykimi sendet e konfiskuara sipas pikës 4 A, B, C pra për automjetet të shes dhe të hollat nga shitja deri në buxhetin përkatës. Urdhërohen të akuzuarit të paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, ashtu që në emër paushallit gjyqësor, secili veç e veç të paguajnë nga 100 euro, ndërsa në emër të taksës për kompenzimin e viktimave të krimit, secili veç e veç shumën nga 100 euro. Nëse konstatohet se ka pasur shpenzime tjera, gjykata do të vendosë me akt vendim të veçantë. Kërkesë pasuri juridike nuk pati. Ky është vendimi i gjykatës që është marrë sot në këtë çështje penale, pra siç jeni njohuri, gjykata nuk e ka pranuar kualifikimin ligjor, respektivisht nga provat e administruara rezulton se nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale pjesëmarrjes organizimi i grupit kriminal, mirë po në veprimet e tyre përmbushet elementet e veprës penale, blerja, posedimi dhe shitja transporti substanca narkotike siç është theksuar në hyrje këtij akgjykimi. Akgjykimin me shkrim, palët do ta pranojnë afatin më së lartë 30 ditor sipas ligjit, ku edhe një herë ju theksohet që kanë të drejtë të ushtrojnë ankesë në afat prej 30 ditësh nga dita kur ta pranojnë akgjykimin me shkrim. Ditën e mirë.